Në kuadër të 5 vjetorit të Galeri Soda, fotografja shkodrane Rozafa Shpuza ka qelur ekspozitën e saj më të re, Qyteti që mrrin sy, një projekt i konceptuar dhe kuruar artistikisht prej saj. Përmes një sërish fotografish bardhëzi, artistja sjell një portret intim të Shkodrës, duke e shndërruar qytetin në një mozaik emocionesh, kujtimesh dhe detajesh urbane të kapura me ndjeshmëri të veçantë. Zgjedhja e kësaj gjuhe vizuale nuk është rastësore, përkundrazi, ajo i jep më shumë thellësi dhe intensitet çdo imazhi, duke nxjerrë në pa dimensionin emocional të hapësirës urbane. Unë është hera e parë që hapi këtu dhe është një emocion i veçantë për mua. Unë kam sjell Shkodrën, kam sjell qytetin tim. Normal nëpërmjet synit ka dhe autoportrete, pra jam unë përballë qytetit. Prandaj edhe ekspozita titullohet Qyteti që më rrin në sy. Është një ekspozit ndoshta jubilare, po festohet një 5 vjetor i Galerisë Oda, e ku ka më mirë me e festu me një ekspozit personale. Ndërkohë ardashësit miqtë e mi janë ka kohë që më thonë kur po e hap një ekspozit, edhe unë ndoshta sande kam mrit me sjell emocione, kam mrit me depërtu me njësit, me shkrepjet, me fokusin e aparatit tim. Nuk di, unë po pres që në fund të ekspozitës miqtë ardashësit me dhanë ato mendimet e tyne. Kuratori i ekspozitës, Fatmir Juka, e vlerëson këtë prurje si një rrëfim të sinqert artistik, ku ndërthuren vëzhgimin pret dhe lidhja personale e autores me qytetin e saj. Me Rozafën në lidh një miqësi artistike e hershme dhe ndoshta nëse Rozafa do kishte zgjedhë një fotograf për të kuru, po themi, ekspozitin e saj dhe me drejt mund të ishte shumë mirë një fotograf ose një person që e njeh teknikën e kamerës shumë mirë. Po më qenë se ajo ndoshta ndjehet shumë e kontrollon mirë këtë territor, kishte ndoshta nevojë për një mendim tjetër, siç është ai një personi që ka pikturën në rënd të parë. Dhe në kjo qasje ndoshta mes fotografisë dhe një syri tjetër, një këndvështrimi tjetër, bani të mujtën këtë lloj kombinimi. Ky vit shënon një moment të rëndësishëm në rrugtimin krijues të Shpuzës. Krahas fotografisë, ajo është shprehur edhe në letërsi me vëllimin poetik, vetimat e shuajnë natin bun, duke dëshmuar një profil të konsoliduar artistik dhe një qasje të shumanshme ndaj krijimtarisë.